Pavarësia. Ekzistojnë shumë prindër që mendojnë se kufizimi apo ndalimi i ndonjë lirie për fëmijën është një rritje e mirë. Ata mendojnë se fëmijët nuk janë të aftë të dallojnë të mirën nga e keqja. Ata nuk janë mjaft të zgjuar dhe nëse u jepet ndonjë pavarësi, ata mund të devijojnë. Prindërit e tillë fillojnë të mendojnë për fëmijët dhe të sillin vendime për ata. Ata mundohen të mbajnë kontrollin mbi ushqimin, lojën dhe aktivitetet e tjera të fëmijës. Ata dëshirojnë ta modelojnë jetën e fëmijës sipas të menduarit të tyre. Ata besojnë se fëmia nuk ka të drejtë për pavarësi dhe liri. Ai nuk duhet të bëjë asgjë pa kërkuar leje prej prindërve. Çfarëdo që prindërit të vendosin, fëmijët duhet ta zbatojnë pa kundërshtim. Për çfarëdo që prindërit vendosin se është gabim, fëmia të ndalet që ta bëjë atë pa u ankuar fare. Fëmia nuk mund të thotë asgjë kundër programit të prindërve lidhur me rritjen e fëmijës. Më herët shumica e familjeve kishin shprehi për të ndjekur këtë linjë veprimi për rritjen e fëmijëve të tyre. Ata I rrisnin fëmijët me dorën e hekurt, edhe këtyre ditëve ekzistojnë familje të tilla që e ndjekin këtë praktikë të stërgjyshërve të tyre. Edhe pse ishte një praktike së kaluarës si dhe përkundër faktit që shumë familje ndjekin këtë edhe sot e kësaj dite, kjo nuk është një prirje e drejtë. Ka shumë mangësi dhe zbrazë të tjera. Gjithnjë ekziston mundësia se me një formim të tillë fëmijët mund të mbeten të qetë dhe besnik ndaj prindërve, por që triten në persona të turpshëm që u mungon vetbesimi. Instinkti I tyre hulumtues dhe zbulues do të mbetet në gjumë. Ata nuk do të kenë kurajo të marrin detyra të rëndësishme dhe të vështira për të kryer. Po ashtu ata nuk do të jenë të aftë të bëhen lider, por ata do të fitojnë shprehinë e pranimit të urdhrave dhe do të durojnë trajtimin e ashpër në mënyrë stoike. Kur të rriten ata nuk do të jenë të aftë të I kalojnë aq lehtë këtë tëmet. Ata bartin një nyje në psikikën e tyre që më vonë mund të bëhet shkaktari I sëmundjeve të ndryshme psikologjike. Ka mundësi që personat e tillë të zhvillojnë tendenca sadiste dhe të sillen në mënyrë tiranike me fëmijët e tyre dhe të tjerët. Shumë intelektualë dhe psikologë kanë filluar një fushat kundër praktikës së vrarjes të rritjes dhe janë duke mbrojtur lirinë e plot për fëmijët. Ata I këshillojnë prindërit që t'i lënë të lirë fëmijët e tyre për të vepruar sipas dëshirës së tyre. Ata thonë se fëmijët duhen të jenë të lirë për të vepruar sipas dëshirës së tyre, edhe pse nuk mund të duken gjëra të drejta në sytë tuaj. Në këtë mënyrë fëmia do të rritet në mënyrë të pavarur. Psikologu I famshëm Sigmund Freud beson në këtë metodë dhe ka shumë pasues në lindje dhe në perëndim. Edhe shumica e prindërve ndjekin këtë metodë për rritjen e fëmijëve të tyre. Ata u kanë dhënë lirinë e plot fëmijëve të tyre dhe nuk u japin kurfar urdhra atyre, por edhe kjo praktikë nuk është plotësisht e drejtë. I ka disa mangësi. Fëmia I rritur në këtë mënyrë nuk beson në asnjë kufizim gjatë kryerjes së asaj çka ka vendosur për të bërë. Në përgjithësi fëmijët e tillë do të jenë egoist, nervoz dhe me natyrë të pacip. Ata mendojnë se të tjerët nuk kanë kurfar të drejte. Ata I uzurpojnë të drejta dhe privilegjet e tyre. Ata I ngacmojnë pa kurfar arsyeje vëllezërit dhe motrat e tyre. Fëmijët e tillë do të bëhen bezdisje për fqinjat dhe të tjerët. Për shkak të asaj se dëshirat e tyre e kanë shkuar deri te pavarësia totale, ata bëjnë trazira ndaj të tjerëve. Pritjet e tyre e arrin atë nivel sa që ata do të kenë vështirë për t'i plotësuar ato. Kur fëmijët e tillë rriten, ata presin që të tjerët t'i nënshtrohen pa ndonjë ankesë. Ata nuk dëshirojnë të kontrollohen prej të tjerëve. Kur vërejnë se nuk janë të aftë të bëjnë sipas tyre ndaj të tjerëve, ata bëhen zemërthyer. Mbasi të përballen me refuzimet në shoqëri, ata bëhen të vetmuar, tërhiqen nga bota apo për t'u hakmarrë ndaj tyre, ata I sajojnë dredhit për vepra tiranike dhe të rrezikshme. Ndonjëherë liria e pakufizuar mund të bëhet edhe e dëmshme. Ndonjëherë fëmia dëshiron të vrapojë në rrugën e rrezikshme apo të prek telin elektrik të rrymës. Kështu që të dy metodat e rritjes, e para që nuk I jep kurfar liri e fëmijës dhe e dyta që e rekomandon lirinë e plot janë të mbushura plot me tëmeta verbuese. Rruga më e mirë për të ndjekur në çështjen e rritjes së fëmijës është dhënia e lirisë përzgjedhëse. Allahu e ka pajisur njeriun me instinkte dhe ndjenja të ndryshme, të cilat e formojnë natyrën e njeriut. Disa prej këtyre instinkteve janë dashuria, urrejtja, trimëria, frika e të tjerë. Këto janë ndjenja dhe nocione të brendshme me të cilat janë të pajisur qenjet njerëzore për t'u marrë me problemet me të cilat konfrontohet njeriu. Këto instinkte e formojnë personalitetin individual, këto instinkte kultivohen në mjedisin e lirë.
Frika është për ikje nga rreziku, zemrimi ndihmon në vendimin për të sulmuar kundërshtarin, zelli kërkohet për përfitimin e njohurisë. Personi që nuk e ka instinktin e frikës dhe të zemrimit në natyrën e tij do të bëhet një person me ndjenjë inferiore. Nuk është e drejtë të shtypen këto ndjenjat e fëmia. Në një atmosferë të lirisë, fëmia mund të ketë dobi prej këtyre instinkteve për të përparuar. Religioni islamit i jep rëndësi të veçantë nevojës për liri. Këtu do t'i cekim disa tradita. Aliu, urdhëruesi besimtarve, ka thënë: mos ju bëni robër të tjerëve sepse Allahu ju ka lindur si persona të lirë. Imam Xhafer Sadiku ka thënë: personi që i zotron këto 5 kualitete do të jetë person i suksesshëm: besimi, urtësia, morali, liria dhe sjellja e mirë. I dërguari i Islamit ka thënë: fëmia është sundimtar deri në moshën 7 vjeçare, prej moshës 7 deri në 14 vjeçare është i nënshtruar dhe mbas moshës 14 vjeçare është këshilltar dhe përfaqësues i prindërve. Por liria totale nuk është e mundur në shoqëri. Për shkak të lirisë një personi nuk mund të kompromentohet liria e të tjerëve në shoqëri. Fëmijës duhet i bëhet me dije qysh në jetën e tij të hershme se asnjëri nuk mund të jetojë në shoqëri pa asnjë kufizim. Edhe të tjerët i kanë të drejtat dhe privilegjet e tyre. Për shembull, fëmia dëshiron të luajë, loja është e mirë për formimin e tij. Ai duhet të ketë lirinë për të luajtur lojra që i përshtaten temperamentit të tij, por gjatë lojës fëmia duhet jetë i vetëdijshëm për të drejtat e të tjerëve. Ai duhet të ketë kujdes që prona e fqinjve të mos dëmtohet dhe xhamat e dritareve në ndërtesën e fqinjit të mos thyhen. Prandaj ai e ka lirinë të luajë, por liria e tij i ka disa kufizime. Fëmia mund të ushtrojë instinktin e tij të zemrimit, ai mund ta mbrojë veten duke treguar zemrimin në kohën e duhur, por gjatë këtij ushtrimi të zemrimit ai nuk ka të drejtën e dëmtimit të pronës përreth tij, të shkaktojë dëm të tjerëve apo të ofendojë të tjerët. Prindërit duhet të sajojnë një strategji për rritjen e fëmijëve duke marrë në konsiderat moshën, inteligjencën, fuqinë dhe ndjenjat e tij. Ata duhet t'i ndajnë veprimet e tij në 2 kategori: 1. Veprimet që janë të përshtatshme për të, 2. Veprimet që janë të ndaluara për të. Ata duhet të përcaktojnë kufirin për të 2 llojet e veprimeve. Pastaj ata duhet t'i japin lirinë e plot fëmijës për veprimet e përshtatshme që ata të mund të ushtrojnë plotësisht instinktin e tyre gjatë kryerjes së këtyre veprimeve pa ndonjë kufizim. Fëmia duhet jetë i lirë për të menduar dhe për të vepruar, jo vetëm që fëmijës që duhet i jepet liria e plot, por kohë mbas kohe ai duhet të udhëzohet nëse paraqitet nevoja për një gjë të tillë. Ai duhet të ndalohet plotësisht nga veprimet që janë të ndaluara për të. Nëse përvetësohet ky qëndrim, as nuk do të frenohet liria e fëmijës, as aftësitë e tij nuk do të pengohen. Ai do të ketë sasinë e duhur të lirisë dhe të kontrollit për të siguruar se instinktet e tij janë duke u shfrytëzuar me leverdi. Prindërit duhet të përcaktojnë me kujdes veprimet të drejta dhe të gabuara që fëmia mund të bëjë. Veprimet që janë të dëmshme për familjen, që mund t'i shkaktojnë dëm personave apo pronës, që janë kundër normave të sheriatit dhe të ligjit, duhet të vihen në listën e zezë dhe fëmia duhet të parandalohet në mënyrë të përpikt nga kryerja e tyre. Për veprimet të drejta fëmijës duhet i jepet liria e plot. Gjatë kryerjes së këtyre veprimeve të drejta fëmijës duhet i lejohet përdorimi i menduarit dhe intuitës së tij. Rregullat e mirësjelljes duhet të përcaktohen duke pasur parasysh fuqinë e trupit dhe të mendjes së tij dhe aftësitë e tij mendore. Kujdesi duhet të kushtohet vendosjes së rregullave që nuk janë të ashpra për fëmijët. Prindërit duhet të jenë të qëndrueshëm, e të vendosur ndaj fëmijëve kur i shqiptojnë fjalët si: këtë mund ta bësh dhe këtë nuk mund ta bësh. Prindërit duhet të mbajnë anësh ndjenjat dhe emocionet e panevojshme, ata duhet të përmbahen prej dyshimeve dhe mëdyshjeve që fëmia ti kuptojë përgjegjësitë e tij dhe pastaj nuk do të ketë ndonjë hezitim gjatë plotësimit të detyrave të veta. Imam Hasan El Askeri thotë: kur fëmia tregon mosbindje ndaj prindërve dhe është i pacip ndaj tyre, ai do të rritet në një person të pabindur dhe të panënshtruar. Prindërit duhet të koordinohen me njëri tjetrin dhe të përmbahen prej dallimeve në mendime gjatë sjelljeve me fëmijët. Dallimet mes prindërve mund të krijojnë dyshime në mendjet e fëmijëve.